Big Brother VIP Albania Top Channeli, kuptohet, organizatori, e ka një mënyrë interesante të funksionimit, se si funksionon edhe shpeshher I thot do gjëra, ose I tregon disa gjëra, po I tregon si në të kaluar, për shembull sikur prajmi I martës datës 23 dhjetor, në 2-3 momente Ledioni ju jep disa sena interesante banorëve, po ata do duhet me qenë më vigjilent për me kuptu. Po të kalojmë te tema për çka jena këtu. Top Channeli ka postuar një video të cilën ju muni me pa këtu. Pra, çush mujtet me pa, video flet për hyrjet e ardhshme. Mirë po, këtu ka disa ripërsëritje dhe pastaj duhet me qenë vigjilent për me kuptu kush potencialisht mundet me qenë banori nga këta dhe çush e kuptojmë ne kush janë banorët e sana. Normal, ty përfshi miqt dhe mikesha, miqt në përgjithësi që I kam në pozita të ndryshme si në Top Channel, si në Klan Kosovë, si kudo, diskutoj me ta, marr pak ma shumë informacione, e kështu me radhë dhe vim pastaj deri te momenti ku diskutojmë se kush mund të jetë banori. E në këtë rast, unë e kom gjetë banorin e ardhshëm nga Kosova, që do të jetë në hyrjet e dyta potencialisht në janar, në fillimin e janarit. Po flas për këtë personin këtu, çush mundi me pa, punësimi është influencer, mosha 30 vjeçare, për vendbanimi ose nga vjen është Prizreni. Ka me qenë person shumë interesant, ani nuk do t'ja them sepse do t'jam lë ekskluzivitetin, ose nështë edhe e thom dhe I fund videos, por rrshast e thom po menaj, do t'ja lë ekskluzivitetin Top Channelit, por personi në vetë vete është person jashtëzakonisht provokues me sa kom dëgjuar, din me kap momentin, është shumë interesant me pa sepse e ka në dorë për dikën prej banorëve aty brenda disa t'ja lejojmë, po do ta bëj një lojë interesante me atë banorën aty brenda. A do ta marr vëmendjen, a do t'jetë një lojtar I shkëlqyeshëm me ka një farë besimi, ndoshta pak si tepër optimist, po zakonisht Big Brother unë nuk jam shumë, më shumë jam pesimist se optimist, mirë po këtë personin e kam një farë shpresoj mos të zhgënjehem, shumë shpresoj mos të zhgënjehem, kam një farë parandjenje që do na jap show, do ta bëj një luftë e veçantë dhe interesante. Është interesant me gjithmonë me ditë se çka quajmë lojë dhe çka ne kuptojmë me lojën. Kjo nuk do të thotë që unë do të jem I anshëm, por do të jem shumë vigjilent se si do ta bëj ky banor apo banore lojën sa po t'i vjen momenti me u fut. A mendoni ju që futja në janar do të ishte me vonesë, me që tani veç janë kriju grupe brenda Big Brother VIP Albanias, apo mendoni që ka kohë mjaftueshme edhe prej janarit me lujt?